boll umore me fustane grash e parfume. Nëse ka një vend ku ka seksizëm është Parlamenti Shqiptar. Fjala kafsh në sallën e Parlamentit nuk besoj që është e lejueshme për askënd. Jo të votën shtë bërë. Ose di. Para mbi të gjitha njerë mos u lyej me parfum. E dyta prit thonë se është shfaqje e huaj të vish në parlament në këtë gjë. Siç vjen ti. Që ti nuk di të lexosh, unë këtë e di, po patjetër, ti nuk di të lexosh. Siç është shumë e qartë që ti mund dukesh si ruse, po si e ruse. Nuk po flas për atë zonjën atje, që ka marrë rolin e Nafijes tek filmi Gjuetia e fundit. Silloja përcaktonte politikat, ndërsa Nafia si urdhonte shoku Sillo. Një shoqëri ku zërat e grave shpesh dëgjohen më pak, ku paragjykime dhe stereotipet gjinore mbeten pengesa të padukshme, lind nevoja për një rrëfim ndryshe. Një rrëfim që jep hapësirë, fuqi dhe dinitet zërit të gruas shqiptare. Zëri i saj është një udhtim emocional dhe shoqëror në jetën e grave që sfidojnë përçmëritë tradicionale, që përballen me paragjykime vetëm sepse janë gra në politikë, në arsim, në media, në jetën e përditshme. Këto intervista synojnë të zbulojnë, të dëshmojnë dhe të sfidojnë stereotipet gjinore që ende ndikojnë mënyrën se si shihen dhe dëgjohen gratë në Shqipëri. Ato flasin për rrugtimin e tyre konkretisht në politikë, për përpjekjet për të dëgjuar dhe për fuqinë që buron nga qendresa. Një prej tyre është dhe politikania Dhurata Çupi, e cila ka mbajtur më herët postin e ligjvënëses në Kuvendin e Shqipërisë, duke përfaqësuar vullnetin e votuesve të Partisë Demokratike. Zonja Çupi, faleminderit që pranuat ftesën tonë. Faleminderit ju për ftesën. Shumë gra largohen nga politika pas një mandati. A është kjo një zgjedhje personale e tyre, e liderit, apo si pasojë e një klime të vështirë? E liderit dhe e pasojë e një klime të vështirë. Gratë që futen politik e ushtrojnë detyrën jashtëzakonisht më me dinjitet, më me seriozitet, e konsiderojnë jo vetëm përkushtim, por edhe një përgjegjësi. Dhe unë kam parë për shembull zonja jashtëzakonisht që përgatiteshin kur shkonin në seancën parlamentare. Zonja që janë në komisione dhe ngrejnë çështje me ide, me formim dhe çështje që shqetësojnë realisht likun, që e njohin atë që e ngrejnë dhe në fakt përkundrejt shumë burrave që marrin pjesë në seancë duke hedhur një batutë. E aq më tepër ajo që unë nuk e kam përbuzur një lloj fjalori të vrazhd. Unë e kam thënë në fakt edhe herë tjetër, atë që në gjatë gjithë karrierës time nuk e kam hasur, themi në kuptimin e vrazhdësisë edhe fjalorit banal, unë e kam gjetur parlament nga burrat e kuvendit. Dhe kjo në fakt është deri diku dëshpëruese. Cili është mësimi më i madh që keni marrë nga politika shqiptare si grua? Qëndro dinjitoze, thuaje të vërtetët, thuaje ngrije zërin tënd. Do thoni ju, po ka kosto, po ka dhe kosto, por nuk ka asgjë më të rëndësishme se ti kur del në rrugë, qytetari ndalon edhe të thotë që mund mos jesh më deputete, por të përmend për dinjitetin, për seriozitetin, për korrektësinë, dhe kjo është një vlerë e jashtëzakonshme në fakt. Mjedisi aktual politik, pavarësisht kuotave gjinore në listat e deputetëve, e ka vështirësuar pjesëmarrjen e aktive të grave në politikbërje. Por mes tyre ka dhe gra të cilat pavarësisht ngërhinës së fortë të politikës së vjetër, ja kanë dalë të ndërtojnë një profil politik. Për të folur mbi arritjet e saj në politikën e dominuar nga burrat, e ftuar është deputetja e Partisë Demokratike Ina Zhupa. Si ka qenë përvoja juaj e të qenit grua në një mjedis politik që shpesh përdoret si e dominuar nga burrat? Është e fakt e dominuar nga burrat, është jo vetëm perceptim, por realisht burrat krijojnë një lloj aleance të fshehtë me njëri tjetrin për t'i dhënë prioritet njëri tjetrit dhe për ta konsideruar politikën si sportin e burrave. Cilat janë disa nga paragjykimet apo stereotipet më të shpeshta me të cilat u është dashur të përballeni? Shko, stereotipi më i zakonshëm është kur vjen puna në drejtim. Pra, je shumë e mirë për këtë, po kur duhet të t'jepet drejtimi, aty është poshtë një grua. Por shumë dhe vetë partia ime, Partia Demokratike, është një parti shumë mashkullore edhe në drejtim. Kur dolen drejtuesit politik të Partisë Demokratike për shumë për zgjedhjen,
ishin 12 burra dhe nuk ishte asnjë grua. Dhe sigurisht betejë unë basi u futa në primare dhe jam nga vetë me drejtuese në fakt që u futa në primare, basi u futa në primare e fitova primare, dola e para e qarkut të Vlorës, më pas mora drejtimin politik të 4 bashkive të mia dhe duke e thyer këtë idenë që po një grua mund ta bëjë. Gratë mund ta bëjnë. Dhe këto janë stereotipe tipike që gratë arrin deri në një pikë dhe nuk arrin dot më në drejtim. Në teoritë feministe, në fakt, ky njihet si xhami i padukshëm, teoria e thyrjes xhamit. Pra ka një xham aty që nuk e lejon gruan që të shkojë më lart. Po ta shikosh edhe në administratën publike është kjo. Shumica e specialistëve janë gra, kur vjen puna te drejtori, aty është gjithmonë një burr. Në këtë aspekt kjo është vështirësia dhe stereotipi më tipik në Shqipëri, besoj edhe në politikë po kudo, që gratë janë shumë të mira ta bëjnë punën, po jo në drejtim. Drejtim duhet të jetë një burr. Dhe kjo duhet thyer me punë edhe me bashkërendim të grave për të mbështetur njëra tjetrën, se është nga vështirësitë më të mëdha që kanë gratë, jo vetëm politikë, po kudo, ideja për të mbështetur njëra tjetrën e për të ecur përpara. A është gati Shqipëria për një grua në krye të një force të madhe politike, apo dhe në drejtimin e shtetit? Çfarë ndalon një politikane shqiptare të aspirojë për një pozitë të tillë? E vetmja gjë, po e nis nga kjo, e vetmja gjë që e ndalon është sepse asnjë grua nuk ja ka vënë vetes qëllim këtë gjë. Unë besoj që nuk ka asgjë tjetër që mund ta ndalojë, patjetër Shqipëria është e gatshme, pse mos ishte e gatshme për një grua. Por gratë vetë, deri më sot nuk ja kanë vënë qëllim vetes në asnjë parti politike, gjithmonë kanë qenë në këtë që ambicia e tyre ka arritur deri në pikë. Pra unë dua deri ministre, unë dua deri deputete, unë dua, nuk e pretendonin atë gjë, ndoshta edhe sepse shikojnë luftën e madhe të brendshme mjedisin mashkullor, po jam e bindur që nëse një grua apo disa gra vënë qëllim për të arritur kreun e një partie, për të arritur kryeministrinë, për të arritur një presidencën e vendit, patjetër që arrin dhe është ajo që thash më përpara, duhet ta duash, ta kesh objektiv që ta realizosh. Edona ka nisur rrugtimin e saj si gazetare që në moshën 19 vjeçare, duke punuar në disa media të njohura. Për te profesionit, ajo ka shfrytëzuar kohën e lirë për t'ju përkushtuar aktivizmit, duke mbështetur fuqizimin e grave dhe vajzave shqiptare, veçanërisht në zonat rurale. Sot Edona ka zgjedhur të ecë në një tjetër rrugë sfiduese, atë të politikës. Edona, mirë se erdhe në zërin e saj. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Gratë që ekspozohen publikisht shpesh përballen me gjua urrëtie apo bullizëm online. A keni qenë ju viktime kësaj dhe si e keni përballuar? Mendoj që në Shqipëri të jesh pjesë e hapësirës publike, domosdoshmërisht do vjesh prej e gjuhës së urrëties, të jesh në politikë po ashtu. Ka pasur raste, sidomos gjatë fushatës, ka pasur raste të mëparshme, duke qenë se ne përmendëm që unë vi nga media, nga gazetaria, deri pas herë postimet e mia publike, por qasi që mund të kem ndaj kryeministrit, ndaj ish-kryetarit bashkisë. Edhe gjatë fushatës unë kam pasur, dua të sjell në vëmendje një video në të cilën lajmëroja kandidimin tim si deputete për zgjedhjet e 11 majit, por nga ana tjetër lajmëroja që kishim një lajm të mirë për vendimin që kishte dhënë gjykata për zotin Veliaj. Ajo video mund të jetë një nga videot më të shikuara të mia dhe rreth 70% e komenteve në ato video janë patjetër gjuhë urrëtie ndaj meje, duke më përcaktuar se unë nuk duhet të shprehem kundër një politikanit, kundër një pushtetari dhe her pas here duke më uruar dhe gjëra të mallkuara apo duke më thënë që unë karrierën politike nuk do bëj këtë, nuk do bëj atë. Pra njerëzit e kanë shumë të vështirë të bëjnë dallimin her pas here kur janë pas tastierës së telefonit, që ai personi i cili ka vendosur të marrë peshën publike për të qenë përballë tyre, është njësoj si ata. Në fund të ditës secili prej nesh në profesionin që kemi, qoftë publike apo jo, i bëjmë një rol shoqërisë. Disa prej nesh kanë vendosur të kenë një jetë publike, kanë vendosur që atë çfarë përfaqësojnë dhe atë çfarë mund të çojnë përpara ta sjellin dhe publikisht tek ndjekësit, tek shikuesit, tek dëgjuesit, edhe pse jo, të influencojnë në mënyrën më të mirë që kjo shoqëri të ketë modele të tjera. Por siç duket gjithmonë kur jemi me një ekran telefoni, kur jemi pas një video që shikojmë, marrim vetëm rolin e gjykuesit, nganjëherë të urryesit, nganjëherë të shpërndarjes etiketimeve dhe fyerjeve të papundme që në fund të ditës janë thjesht një mllef personal dhe asnjëherë nuk janë bazuara në diçka që vërtet do i vlerëtojë shoqërisë. Ajo vjen nga një qytet me tradita të forta patriarkale, por që në moshën 18 vjeçare ka zgjedhur një rrugë të pazakontë për shumë vajza të reja në zonën e saj, politikën.
Sot është me profesion mësuese, por nuk lë pas edhe karrierën në politikë. Me një përfshirje në fushatat elektorale si delegate e Kongresit e zgjedhur nga antarësia e PS-s Dega Kukës me një antar një vot, ajo përfaqëson modelin e një gruaje që i ka rezistuar stereotipeve gjinore dhe ka ndërtuar profilin e saj politik. Zonja Nazi, mirë se erdhe në zërin e saj. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Si lindi interesi yt për politikën dhe çfarë të shtyri të përfshihesh në moshë kaq të re? Duke qenë se vjen nga një familje me bindje të majta politike, shpeshherë diskutimet që janë bërë në shtëpinë tonë më kanë bërë që të futem në këtë rrugë. Si është për ty përvoja të qenit grua aktive në politikën lokale të Kukësit? A ke hasur ndonjëherë paragjykime për shkak të gjinisë? Ka qenë një rrugë në fakt me sfida, mirëpo duke qenë se qyteti Kukësit është një qytet i vogël dhe ku shpeshherë femrat qihen si jo vendimarrëse, paragjykuar në mënyrë të drejtë për drejtë, jo, por tërthorazin mbase po, por nuk është se kam parë si pengesë këtë gjë. Çfarë do të thotë për ty të jesh bashkëkryetar organizatës socialiste dhe si delegate e Kongresit të PS-s në qytetin tënd? Është një nder dhe një privilegj mjaft i madh që më është dhënë pasi më është besuar puna nga antarësia e Partisë Socialiste, një antar, një vot. Unë do mundohem ta bëj me shumë përkushtim dhe me dëshirë normalisht. Si e shikoni përfshirjen e vajzave të reja në politikë në Kukës dhe më gjerë? Fatmirësisht, vajzat kanë kuptuar se politika nuk është një terren vetëm për burra dhe kjo ka bërë që përfshirja e vajzave të reja të vinë në rritje nga viti në vit. Çfarë mesazhi do t'ju dërgojë vajzave që mendojnë se politika nuk është për gra? Mos lejoni askënd t'ju tregoj se çfarë duhet të bëni dhe çfarë jo. Ndryshimi fillon me një hap të guximshëm që secila për nesh mund ta bëjë. Një tjetër e ftuar në zërin e saj është dhe Brunilda Salaj, mësuese historie për 20 vitesh në Tiranë, por edhe angazhuar në politikë për më shumë se një dekade. Sot Brunilda do të ndajë me ne mendimet e saj mbi stereotipet gjinore në politikë dhe si mund të tejkalojmë ato. Bruna, mirë se erdhe në zërin e saj. Mirë se u gjeta, kënaqësi të jem këtu. Cila ishte sfida më e madhe që keni hasur si grua në politikë dhe si e keni kapërcyer? Sfidat në fakt janë të shumta për shkak të mentalitetit që ka vendi ymë dhe vazhdon ta ketë edhe pse ne kemi kaq vite që jemi vend demokratik, por prap kemi një mentalitet të prapambetur për sa i përket pjesëmarrjes së grave në politikë. Dhe edhe sfidat e mia kanë qenë të shumta, por jam munduar duke u treguar njerëzve që unë vlej, unë mund ta bëj këtë gjë dhe duke dhënë gjithmonë kontributin tim për që njerëzit të kuptojnë se unë mund ta bëj këtë gjë, për të dhënë atyre besim. Çfarë ju shtyu të kandidoni si deputete për zgjedhjet e 11 maj 2025? Meqense unë kisha një kohë të gjatë prej rreth 18 vitësh që aderoja në politikë, normalisht eksperienca më bëri që pse jo, tashmë është koha e dur, është momenti që edhe unë të kandidoj dhe të jap kontributin tim. Çfarë ndryshimesh mendoni se duhet të ndodhin për të rritur pjesëmarrjen e grave në politikë dhe për të luftuar stereotipet gjinore? Atëherë mendoj që duhet ketë një mbështetje reale për gra, duke filluar që nga mbështetja ekonomike, por edhe mbështetja psikologjike. Përveç kësaj duhet ketë më pak gjudhune në përgjithësi në media e në politikë, por dhe të ketë pak më tepër etik. Dhe kjo besoj do t'i bëjë dhe gratë që të ndihen më komote në vendimarrjen e tyre për të qenë pjesë e politikës. Me mbi 12 vjet përvojë në mbrojtjen të drejtave të studentëve, të punëtorëve dhe të grave, si dhe në organizimin sindikal dhe edukimin politik, Bora ka qenë gjithmonë një zë i fuqishëm kundër padrejtësive. Në këtë intervistë për projektin Zëri i saj, ajo flet për sfidat që gratë përballojnë në politikë dhe shoqëri, përpjekje për barazi gjinore dhe vizionin e saj për të ndërtuar një Shqipëri më gjithëpërfshirëse. Bora, mirë se erdhe në zërin e saj. Mirë se u gjeta. Ju keni mbi një dekadë përvojë në aktivizëm dhe organizim sindikal. Cilat kanë qenë sfidat më të mëdha që keni hasur si grua në një mjedis tradicionalisht dominues nga burra, si politika apo organizata sindikale? Ndryshe nga aktivistët e tjerë burra dhe djem, vajzat e gratë paktën në cilët unë kam ndarë këtë rrugtim, jemi përballur dhe me lincime ose objektifikime seksuale ose njerëz të panjohur të cilët edhe pse mendojnë se të shohin emrin në media apo se të shohin në një protestë, kanë të drejtën të çojnë mesazhe ose foto ose të ngacmojnë seksualisht.
Në rastin tim unë jam mësuar me këtë gjë dhe nuk më bën me përshtypje, po sigurisht që kjo nuk është as e lishme, as e drejtë, edhe kjo s'do të thotë që duhet pranuar për faktin se ne tashmë nuk na bën më përshtypje. Madje mendoj që është dhe pjesë e problemit faktit që ne fillojnë nuk na bëjnë më përshtypje ngjarje të tilla, sepse tregon se sa të shpeshta dhe se si i normalizojmë qoftë të pavetëdijshëm ngjarje të tilla. Cilat janë mësimet kryesorë që keni nxjerrë nga përvoja juaj ndërkombëtare mbi mënyrën se si gratë mund të fuqizohen në organizata dhe politika globale? Diçka e cila më ka lënë goxha mbresa edhe më ka motivuar për të ecur përpara ka qenë fakti se në sindikatën në cilën unë punoj në Britani, drejtuesi e saj është një grua goxha e fortë, goxha guximshme, inteligjente, një shembull frymëzimi për gratë dhe burrat, cilët janë antarë të sindikatës, po ashtu dhe në sindikatën Verdi që janë po ashtu antarë gjë studimeve në Gjermani, kam parë se si gratë janë shumica tyre në fakt janë pozita drejtuese, nuk ka asnjë moment diskutime që kjo është grua dhe nuk do duhet të dëgjohet ose të merret në konsiderat, ose dhe përpjekjet më të vogla për të nënvlerësuar një grua në fakt përballet me një reagim goxha që për ne mund duket agresiv, por që atje është minimumi i mundshëm për të mos lejuar sadopak nxitjen e stereotipeve apo të diskriminimit gjinor. Pasurit modeleve të grave të tilla, që unë nuk do t'i quaj të suksesshme siç është sot logjika e qenë suksesshëm, por të grave të cilat janë burim frymëzimi, shembulli i force, integriteti, është goxha frymëzuese dhe për mua gjithë të përvojat ndërkombëtare kanë qenë të rëndësishme sidomos për të pasur shembuj të tillë, diçka të cilën për fat keq në Shqipëri gratë të cilat kanë qenë suksesshme nuk kanë nëse do të quajmë suksesshme, se varet për çfarë, por nëse do i shohim në aspektin karrierës tyre, nuk kanë pasur për mua një rol pozitiv, përkundrazi janë shembulli më i keq se një grua në politikë jo detyrimisht do të thotë se më që është grua bën diçka për të ngritur gratë e tjera. Pas dëshmive frymëzuese të grave që ndan përvojat e tyre në politik, fjala i kalon aktivistëve. Ata sjellin reflektime mbi stereotipe që shpesh i bëjnë gjërat më të vështira për gratë, por edhe mbi mundësitë që hapen kur këto barriera thyhen. Janë biseda që flasin për guxim, ndryshim dhe forcën e zërit të përbashkët. Elona, mirë se erdhe në zërin e saj. Përshëndetje, faleminderit dhe mirë se ju gjeta. Çfarë janë stereotipet gjinore dhe sa shpesh përballen gratë me këto paragjykime? Në fakt, stereotipet gjinore janë mendime të pavërteta që shoqëria ose opinioni publik ka në lidhje me kategori të ndryshme të individëve, në këtë rast edhe të grave. Dhe duke patur këto stereotipe ose mendime, patjetër që lindin pritshmëri që kanë të bëjnë edhe me rolet apo me sjelljet që gratë duhet të kryejnë në shoqëri. Si mund të përballojnë gratë presionet dhe paragjykimet? Nëse ne do t'i mësojmë vajzat, që ato janë të zonjat, mund të bëjmë politikë dhe çfarë do gjë tjetër që është në dëshirën, por edhe në potencialin e tyre për të bërë, nuk do ketë më vend për një vetbesim të ulët apo për një opinion publik i cili e shikon gratë jashtë politikës. Çfarë roli kanë burrat në thyrjen e stereotipeve? Unë mendoj që kjo është shumë e thjeshtë në sensin e po themi të modelit. Vajzat rriten nga meshkujt që janë baballarët e tyre. Kanë në familjet të tyre djem, vëllezrit, gjyshër, pra nëse këto figura do t'jenë mbështetëse, motivuese, inkurajuese, patjetër që edhe mënyra se si gratë do ta shohin veten dhe mënyra se si do të kërkojnë t'i qasen të tjerëve, do t'ishte shumë ndryshe. Nëse ka një mënyrë që i mëson vajzat se si të përballen me shoqërinë dhe me meshkuj të tjerë, jo vetëm partnerët e tyre seksual, është modeli që babai u jep atyre. A është pamja jashtme më e rëndësishme për gratë në politikë sesa për burrat? Jo, nuk është, por më lejo ta them këtë, por në këtë vazhdën e këtyre ndryshimeve, kemi parë që janë gjykuar për pamjen e jashtme dhe jo për potencialin apo për aftësinë që kanë sjellë. A e lidh ende shoqëria gruan e suksesshme me rolin familjar? Po. A e shohin disa burra barazinë gjinore si kërcënim? Patjetër, atëherë kur shikojnë që humbasin pushtetin. A ka raste kur edhe gratë veti mbajnë gjallë stereotipet gjinore?
Po, nga mënyra se si rriten dhe edukohen. A mendoni se një gra kryeministre në Shqipëri do të përballej më shumë me sulme se sa një burr? Patjetër, dhe në pjesën më të madhe, jo me mënyrën e saj të drejtuarit, por me karakteristika të lidhura me gjininë dhe paraqitjen e saj. Elona, shumë faleminderit që ishe pjesë e zërit të saj. Faleminderit ju. Rrizi, mirë se erdhe në zërin e saj. Përshëndetje Tila, faleminderit për ftesën. Të kënë stereotipet më të zakonshme që i hasin gratë shqiptare në politikë? Edhe sot e kësaj dite është një domen gjerësisht i burrave. Do t'i ndaj në dy nivele. Në radhë të parë janë gratë që janë në zonat rurale. Ato nuk mund të angazhohen në politikë nëse nuk ju bashkangjitet edhe bashkëshorti. Sepse dhe kam bërë një hulumtim vitin e kaluar pikërisht për diskriminimin dhe dhunë ndaj grave në politikë. Dhe ishin këto rrëfime që më kanë ngelur në kokë. Që në komunitetet e vogla grave ju kërkoj llogari, po çfarë bën ti te mbledhja e partisë, ndërkohë që ti je politikane, ti je grua në politikë që ke vendin tënd në ato tryeza, dhe gjykohen çfarë bën ti mes të atyre burrave. Në zonat urbane janë subjekte një tjetër lloj diskriminimi. Është pak më i sofistikuar, por është aty, prapë së prapë, domethënë prapë gratë gjykohen se kanë një burr mbrapa tyre që i shtyn, dhe ka edhe një farë të vërtete kjo, në sensin që partitë dominohen nga burrat dhe këta zgjedhin se cilat janë ato gratë që do të promovohen brenda partive. Po kjo pastaj aplikohet mbi gjitha gratë. A ka ndryshuar situata për gratë në politikë gjatë viteve të fundit? Nëse po, çfarë ka ndikuar më shumë në këtë ndryshim? Situata ka ndryshuar në terma numrash. Fillimi në viteve 2000 kishe diku të pak se 10% gratë përfaqësuara në parlament, ndërkohë që tani jemi te mbi 40%. Tanë situata ka ndryshuar për mirë. Nëse këto numra reflektojnë fuqinë vendimmarrëse të grave, dhe pastaj këtu ha me vërtet shumë debat se sa përmirësim kemi bërë dhe sa përmirësim duhet të bëjmë. Çfarë ka ndikuar? Kam frikë se ka qenë më shumë presioni jashtëm se sa një përpjekje e brendshme nga ana jonë. Për shembull, politikat e afirmimit gjinor janë një nga aksionet më të suksesshme të shoqërisë civile, sepse ka një presion ndërkombëtar nga organizata ndërkombëtare, të cilat, si më thënë, arrin të ndikojnë edhe në politikbërjen këtu. Do ishte më mirë sikur të ishte presioni brendshëm dhe sikur të ishte një reflektim organik i asaj çfarë po ndodh në shoqëri, dhe pastaj ne gjejmë përfaqësim edhe në politikë. Si mund të ndërtohet një rrjet mbështetës për gratë që hyjnë në politikë? Ka gra që janë kundër grave për shkak të natyrës së angazhimit të tyre. Megjithatë them, dhe sidomos në një klim shumë polarizuese politike që jemi ne, ka vend që gratë të bëhen bashkë dhe të kenë pak më tepër solidarizim si gra për të promovuar veten e tyre në radhë të parë dhe gratë të tjera në politikë. Më thënë, ne kemi organizata të grave brenda partive, kemi edhe në parlament, megjithatë ato nuk kanë një agjendë të tyre, nuk kanë një buxhet. Janë ca iniciativa që janë si për formalitet ndjej unë, por që kanë shumë potencial në qoftë se do të merren seriozisht. Gratë si vendimmarrës, për shembull gratë në parlament, gratë deputete, kanë fuqi ligjvënëse dhe mund të shtyjnë iniciativa të tilla që të përfitojnë gratë të tjera. Dhe deri tani jemi akoma në atë bindjen ndaj direktivave të partisë. Oli, mirë se erdhe në zërin e saj. Faleminderit shumë për ftesën. Cili është stereotipi më i fortë që ju ka ndjekur gjatë gjithë karrierës tuaj? Dhe si e keni thyer? Po për shembull, Shqipëria e këtyre viteve se unë kam filluar gazetarin që kur isha studente, në vitet 90 fillimi, 93, 94, gjithmonë ka qenë një mjedis mashkullor dhe gjithmonë burrat ishin kryeredaktor, drejtor, gazetash, ose në përgjithësi unë kam punuar nëpër gazeta. Po kudo ishte ajo ideja që vajzat, gratë nuk janë aq të rëndësishme dhe deri vonë, domethënë edhe në pagesë ishte një diferencë shumë e madhe. Dhe duhet punoje 2 ose 3 herë më shumë se një koleg që ishte mashkull, që ti të quhesh e barabartë. Unë e kam dirë në kurrizë të qoftë nga pagesa, qoftë nga stimujt e ndryshëm, qoftë për shembull është një
tregues shumë i qartë, për shumë shkrimi yt ka shitur gazetën, po ti nuk vlerësohesh. Media shpesh ka ndikim në formimin e imazheve të grave në politikë. Mendoni se media shqiptare i ndihmon apo i dëmton gratë që hyjnë në këtë fushë? Unë mendoj që i dëmton, sepse ky stereotip që thash, ky është dhe në polici, ky është kudo, domethënë edhe në politikë është e njëjta gjë, që gratë që bëjnë karrierë duhet ta kenë mirë me kryetarin, dhe zakonisht edhe burrat që bëjnë karrierë, sepse partitë politike nuk kanë demokraci të brendshme, dhe ato kuotat gjinore janë domethënë sa për një fasadë, dhe normalisht nuk bëhet karrierë në politikë në mënyrë të drejtë, në mënyrë domethënë duke u bazuar te meritokracia. E normalisht që duhet të kesh një lloj servilosje, duhet të kesh domethënë një lloj tulatje, duhet mbyllësh gojen, duhet bësh domethënë duhet lozësh sipas rregullave. Po tani dalim te problemi që nëse ti je në politikë dhe ti vetë je i frustruar ose ajo grua ose ajo vajzë, atëherë çfarë do jap ajo? Domethënë është një po themi double, një po themi standardi dy fish. Ti shkon në politikë sepse ti aspiron, apo ti shkon në politikë sepse ti do të rregullosh gjërat e tua personale. Zonja Ilma, mirë se erdhe në zërin e saj. Faleminderit Tila për ftesën, vëmendjen dhe që mbët pjesë të programit. Ishte kënaqësia jote. Cili mendoni se është ndikimi i këtyre stereotipeve të vajzave të reja që duan të hyjnë në politikë? Pyetje e vështirë. Uroj të ketë sa më shumë zëra rinor në politikë, si vajza dhe djem, të cilët sjellin një frymë ndryshe. Për të thyer këto stereotipe është që të rinjtë sjellin një frymë të re, dhe unë do ta shikoja në këndvështrimin pozitiv. Do ta vlerësoja shumë që të rinj të vinë jo me xhaketat vjetra, jo me praktikat vjetra, po të vinë me sjellje rinore, me vizione dhe misione rinore pikërisht në dobi të jetës politike në vend. Ju keni realizuar raportin e parë mbi gjuhën e mediave ndaj grave gjatë zgjedhjeve. Si e shihni rolin e mediave në krijimin dhe përforcimin e stereotipeve për gratë që merren me politikë? Është një nga ato teori që media bën luftë, media fiton luftë. Dhe në fakt media është një element kyç tashmë shumë i dukshëm, sidomos për media sociale, në mënyrën se si edukon popullatën. Dhe ajo referuar raporti që ju përmendët, në fakt media kishte një gjuhë shumë të përmbajtur dhe të mirë artikuluar për sa i përket mënyrës se si personazhe të ndryshme politike etiketonin kolegët e tyre në gjatë fushatës. Mënyra se si media e prezantonte ishte vërtet për t'u admiruar. Vetë gratë që ishin kandidate dhe ishin në fushat trajtuan vetëm 2% çështje gjinore në fjalët që ato mbanin në prezantimet publike apo qoftë në shkrimet mediatike. Nga vëzhgimi juaj, a ndodh që gratë në politikë përdoren më shumë si numra se sa si aktore vendimarrëse? Këto qeverisjet e fundit i kanë dhënë rol gruas dhe në vendimarrje dhe në politikbërje, dhe është një aktore vërtet dukshme, nuk është një aktore numerike pa dukshme. Kja kanë dhënë apo i ka fituar vetë? Okej, kjo është shumë e drejtë. Në fakt, them që është dhe fitore e gruas, për atë gjithë hapat që përmendëm që ka pas një përmirësim, sot ka sjell edhe një shoqëri disi më të pjekur, më tolerante për prezencën dhe kontributin e gruas. Uroj që bindja mbi cilën është realizuar të mos jetë vetëm bindje për të arritur një çek europian për një numër më të lartë grash përfaqësuese, po të jetë një bindje që besohet që vërtet gruaja i ka ato vlera mbi të cilat i është besuar edhe pushteti politik sot. Etliva, mirë se erdhe në zërin e saj. Mirë se ju gjeta. A shihni që sukseset e grave në politikë shpesh minimizohen në krahasim me burrat? Edhe kjo ndodh tek ne, megjithëse kohët e fundit të viteve të fundit ka filluar që një gjë e tillë të eliminohet, por ende ka që minimizohet figura e gruas në krahasim me figurën e burrit.
Cila është pyetja më stereotipike që keni dëgjuar t'i bëhet një politikane shqiptare? Si e balanconi jetën mes familjes dhe punës? A thua se një burr nuk ka dhe familjen dhe punën, familja i përket vetëm gruas? Tani kemi disa pyetje të shkurta me po ose me jo. A e përdor media shqiptare shpesh seksizmin si klikime të lehta? Patjetër, po. A e përdor media shpesh etiketime si ambicioze për një grua, ndërsa për burrin thot vizionar? Po. A i jep media më shumë hapësirë gabimeve të grave se sa të burrave? I masakron, po. A është ende tabu për një grua shqiptare të synojë postin e kryeministres? Jo, në ditët e sotme nuk është tabu, pasi kemi gra që kanë avancuar, kemi gra në qeveri, në institucione kyçe që drejtojnë, nuk është tabu. Shpresojmë që së shpejti ta kemi një kryeministre grua, ndoshta në zgjedhjet e ardhshme parlamentare, pse jo? Kliva, faleminderit që ishe pjesë e zërit të saj. Faleminderit juve. Mirë se erdhën në zërin e saj. Mirë se u gjeta, shumë faleminderit për ftesën. Ju njihni si një zë i fortë për barazinë gjinore, por në Shqipëri shpesh thuhet se gratë në politik vendosen për dekor. A mendoni se ky është një stereotip apo një realitet i hidhur? Në fakt e tillë ka nisur pjesëmarrjes së grave në politik. Unë nuk mendoj se sot janë më një dekor, mendoj se sot gratë janë aktore të fuqishme të politikës. Dhe kjo është fal një pune gjigande, do të thojë, që është bërë nga vetë gratë në politik, nga strukturat e partive politike, po mbi të gjitha nga shoqëria civile dhe nga të gjitha ata që kanë dashur që gratë në politik kenë një zë real, edhe të mos janë vetëm numra. Në fillimet, sidomos në Shqipëri, në fillimet e luftës për barazinë gjinore në politik, ne na thoshin gjithkohon që pse duhet? Për çfarë duam gratë në politikë? Domethënë, në këto nivele ishte diskutime. Sot ne kemi një diskutim tërësisht tjetër, ku në çdo legjislacion, në çdo vendimmarrje pritet që të jetë edhe perspektiva gjinore, që edhe zëri i grave dhe vajzave, jo vetëm atyre që janë vendimmarrëse, por edhe atyre që janë komunitet, të dëgjohet në mënyrën e durë dhe të merret në mënyrën e durë. Kështu që ka patur Shqipëria hapa shumë cilësor për sa i përket pjesëmarrjes vajzave dhe grave në vendimmarrje, shumë më tepër numerik, por ende ka sfida, siç është aksesi në financa, aksesi në media, barrierat mentaliteti, barrierat patriarkale, të cilat edhe sot e bëjnë pjesën e pjesëmarrjes në politik një garë të pabarabartë. Stereotipi klasik është se gratë nuk dinë të bëjnë politikë si burrat. Ju që keni mentoruar shumë gra në leadership, a keni ndjenjë ndonjëherë që ky paragjykim ju ka mbyllur derën? Është interesante. Gratë nuk bëjnë politikë si burrat, absolutisht, sepse janë gra dhe ka një perspektivë ndryshe, dhe pikërisht prandaj duhet barazia gjinore në politikë, sepse gratë dhe burrat sjellin dy perspektiva gjinore të ndryshme. Ju keni punuar me gra nga të gjitha partitë politike. A janë stereotipet gjinore një armik i përbashkët që bashkon gratë përtej politikës, apo ndarjet partijake janë më të forta se solidariteti gjinor? Eksperienca që ne kemi patur është që kur gratë bashkimi e bën realisht fuqinë. Do të thënë ne kemi moto këtë, bashkimi bën fuqinë, dhe së bashku kemi arritur gjëra të cilat mendoheshin të pamundura. Që nga përmirësimi i kuotës, kuota 30% që u vënë në fillim ishte një kuotë e cila nuk arriti thuajse asgjë për sa i përket përfaqësimet, në mënyrë konstante, se ajo pika në shkëmb, ne kemi përmirësuar sot edhe në legjislacion me shumë vështirësi, në këshillat bashkiake me 50%, në parlament 1/3, arritëm në korrikun e kaluar me reformën zgjedhore të parandalonim një regres të cilin partitë politike e firmosën, ne bëm një amendament ndaj amendamentit për ta mbrojtur kuotën gjinore, dhe të gjitha këto hapa i kanë fuqizuar gratë dhe kanë treguar se kur ato bashkohen, bashkimi e bën realisht fuqinë. Edhe për nisma në pushtetin vendor, sepse nuk funksionon vetëm në pushtetin qendror, por funksionon shumë mirë edhe në pushtetin qendror. Ne kemi ngritur 61 aleancat grave këshilltare bashkiake, të cilat përtej partive politike janë aleanca të cilat ndërmarrin nisma gjinore, ngren zërin për problemet e grave dhe vajzave në komunitet, duke kaluar përtej partive dhe duke u bërë një zë i përbashkët për kauzën e grave. Shpeshherë gratë kritikojnë ose gjykojnë njëra tjetrën më shumë se burrat. Si mund ta ndryshojmë këtë mentalitet?
Tash unë e quaj mit sepse unë drejtoj një rrjet I cili është një rrjet I vajzave dhe grave politike për bërë 50% nga gratë forcave të majta, 50% nga gratë forcave të djathta. Dhe rrjeti bën mbi 17 vjet që është krijuar. Në vitin 2008 kur krijua, ishte gjëja e parë që u tha, ishte që ju nuk do mbijetoni as 6 muaj, sepse jeni një rrjet me gra, të cilat do luftoni njëra tjetrën, dhe mbi të gjitha jeni një rrjet me parti të ndryshme politike që prapë do luftoni njëra tjetrën. Dhe ja ku jemi këtu, bas më shumë se 17 vitesh, që jo vetëm që jemi bashkë, kemi bërë pafund ndryshime për gratë dhe vajzat e tjera në politikë dhe jemi shumë krenarë për të gjë. A mund të bëj një grua politik më mirë se një burr? Po, patjetër. Varet nga personi, nga profesionalizmi edhe nga dëshira për të bërë politikë. Një nga arsyet edhe e fundit, se do them po dhe jo pasaj, një nga mënyra se si unë e shoh një politikan bën apo nuk bën mirë politikë është ai I do njerëzit. Në qoftë se I do njerëzit, e bën mirë politikën. Në qoftë se je një njeri që nuk I do njerëzit, qofsh grua apo burr, nuk e bën mirë politikën. Burrat kanë frikë nga gratë e forta në politikë, po ose jo? Kanë. Edhe në shoqëri. Edhe unë ashtu mendoj. Edhe në shoqëri. Është çështje balance pushtetesh. Karrierë një gruaje, sakrificë apo zgjedhje? Të dyja bashk, por sakrificë ende fatkeqësisht, se shoqëria ende I pengon gratë. Një fjalë që përdoret për gratë në politikë, për kur për burrat? Është kjo pjesa, grave I thon ose kur duan t'i bëjnë kompliment ose kur duan t'i ulin pak, thonë bërë si burr në politikë. Dërgoj që burrave s'ja u thonë këtë gjë, dhe ka një element interesant te gratë, qofse bën një grua në politikë diçka, nuk e marrin si individ, po e marrin si kategori, ju gratë në politikë. Qofse një burr në politikë bën diçka, është ai si individ dhe nuk merret si kategori. Kështu që është interesante kjo pjesë. A e shih një ende politikën shqiptare si klub burrash në thojë? Po, akoma. S'kemi asnjë kryetare partie grua përveç zonjës Elena Kocaqi që e krijoi partinë para zgjedhjeve. Gratë në politikë, aksesor apo aktor? Aktor, madje të fuqishme, dhe thash, po të bëhen bashk, janë edhe më të fuqishme. Një stereotip për gratë që do ta varrosni sot? Ka shumë, që unë kam vite që punoj për t'i varrosur të gjitha, po thash, unë të doja të hiqja atë mitin që gratë sulmojnë njëra tjetrën. Nuk është e vërtet, unë jam terren dhe di se sa gratë e mbështesin njëra tjetrën, aty ku jepet mundësia edhe aty ku kanë shanse për të punuar bashkë. Zonja Lia, shumë faleminderit, ishte kënaqësi për ne që ishe pjesë e zërit të saj. Një zëri fort në shoqërinë civile. Faleminderit juve që promovoni zërin e vajzave dhe grave në politikë. Faleminderit.